Për Stelinën se ka Vllai i madh, ju lutem. Të lutem, të na ndezësh pak ngrohtë. Po, i ndezi. Faleminderit. Thank you. Po, jam goxha e rritur dhe goxha e vuajtur për të më le këtu më duket. Po, për të marrë përgjegjësitë dhe e përgjegjshme. Faktën, këtë përshtypje kam njohur unë nga isa kam parë ty. Këtë kam marrë nga ti. Ishe me vendosur. E di pse u preka? Sepse Ha tashi. Ama qaj, se nuk është thjesht e nxjerr. Nuk dua që këtë mendim që më the ti Të perceptohet jashtë. ta ketë dhe mami dhe motra ime, nuk ka rëndësi për tjerët jashtë. Nëse kjo është leja ime dhe mbaron qoftë deri të shtunën, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Që kam? Po gjëja që mua më vlen më shumë është që ato të dyja mos mërziten, edhe e di sa janë mërzitur për çdo gjë që unë jam mërzit për këtë marrëdhënie dhe nuk do doja që ti shkaktoja përsëri të njëjtin shqetësim. Aq më tepër që unë jam këtu gjithë ditën edhe sido që tjetë mami ime për shembull. Tashi po mërzitet më shumë që ti po qanë. Kjo është pak po sigurt. Kjo është pak po sigurt. Këtë nuk duhet ta bësh. Dhe kishte shumë merak fakti që u po Kam vija edhe një këtu. letër që e kam përdorur. Kishte shumë merak fakti që u po vija këtu. Nuk të sugjeroj. Pashisha shumë. Nuk e dua. Mund të shkojnë të marrim tjetër? Jo, s'ka problem rritë, se vetëm një.